ma të presion të me thonë, jo, të erdha këto më rëfimit, futa 2 letra, të erdha tu vetëm pyta, a do të flasësh? Po mlet flas. Pa zëna se doj hapësirë. Mlet tash sharoj tash, mlet flas. Në momentin që unë jam keq, jam gjendje emocionale keq, unë kam qef veç me ra me flejt, edhe me mbaru, me mbyll aty se nuk mban me unë një mirë, me fol, edhe me thonë gjanat që nuk mendoj se në atë moment jam keq emocionalisht. Në momentin që unë e kesh keq, edhe e pash që erdhe për me folë, më the, a mund të flasim, kështu thash, okej, thash, që po vi, thash dhe folëm jashtë. Unë ka shtisht, doshta me ra me flejt, a më prap se prap, ka pa i visha pijamët, u visha edhe thash, okej, prap se prap po vi, po flas me ty, se nuk deshta që ti me ra me flejt i mërzitur, deshta thjesht me usqaru, me pas një sqarim, edhe mos me uni as si keq as ton. Momentit që unë erdha, edhe ti thash gjanat, prit një sekund, prit, momentin që unë erdha, edhe unë deshta thjesht me sqaru me ty, deshta me tregu qa më bani me uni keq, thash, okej, nashta ti më kupton, edhe unë të kuptoj ty për çka, qyshe ke pas, që nuk e ke pas me të keqe gjitha, edhe thjesht deshta me usqaru me ty, e pas që 2-3 herë ti shpjegojsha, 2-3 herë i morre keq, edhe mu më bani me unë i keq, e pas që këqyshe në tokë dhe nuk më këqyshe në ftyrë, 2-3 herë ta bëna, Mateo, a mun është lut në adin, veç që kryt veç këshu më sy ti them gjanat në sy, e pas që ti ke i ngarku me ato me momente dhe thash, okej, thash, kur një është ma mirë, thash, flasim, se dhe për veti nuk është mirë, thash, okej, po bi me flajt, i flas nesër gjanat me to, kur një jetë ma mirë dhe Mateo, i folëm se nuk ishëm arrit me një konkluzion, veç ishëm zanë ma shumë, se unë ngarku me mërzitme, ti ngarku me mërzitum, edhe thjesht veç ish ba ma keq situata, se nuk ish ba ma mirë, se unë keq ti keq, qysh me ba situatën ma mirë, nuk ish ba situata ma mirë, edhe thjesht, thash, okej, thash, e provova, thash, për shkej po bi po flaj, edhe kaq, thash, qa ki të thonë që thash? Që thash një fjallë, që thash diçka që thash se? Si jo më sëqarimi, puthja. Jo, 13 vjeqare që the, unë, thash, unë nuk kam thonë që ti mu mban mu një si 13 vjeqare, se mban mu si 13 vjeqare, të kam thonë. Jo, kur mban ato dhe krasimi, më trajtojnë mu si gru, jo si 13 vjeqare, nuk kam si të marrë. Pret, një sekund, ta shpjegoj. Edhe të thush pastaj masi minute, nuk është se ke bëna i gjatë keqe, edhe të thush prap, po nuk e bë duhet trajtoj si gru, jam 25 vjeq, si jam 13 vjeq. Ngam, ta shpjegoj. Duhet o këte, o këte. Ta shpjegoj. Ose kam bë gabim, ose po trajtoj kam si fmi. Ta shpjegoj. Në fundit e që bëjmë, si arëm kënjëta gjana 100 herë. Të thash ti, pasigurin e ke me vetën tate. Kompleksin e ke me vetën tate. S'kam kur farë kompleksin. Qëfar kur është kompleksin? Që momenti që ti thu, kam dje me të puth, po s'kam puth. Që momentin që thu, e kam dje po jo 100%, të ngell kjo njohë gjithë jetën. E kam dje po jo 100%, kur ti ndjen një gjë, ka herë ndjen me puth një person, pa ka herë ndjen shumë, apo kuptan? Aj shumë e mu. Okej. 100 herë, ndaq këtu, ndaq ke lavanderia, e dhe me thonë që duke kërcy, edhe me ven mu dorën para, 100 herë, nuk o them 2 herë, 3 herë, po 100 herë, thash, ti vajzë dashur kontrollon ndjenjat e tuja. Nuk kam që të bëjmë kur ti kontrollon ndjenjat e tuja, maksimum e më të bëj që unë nuk bëjmë asë tentativ me të puth. Kur e shof që kjo është ajo që ti do, unë s'bëjmë atë tentativ me të puth, edhe të letë ju absirtate. Që të kuptosh që atë merë malin ty për Mateo, a do me vërte këtë djalla për se do. Mateo nuk bo premtime boshe, nuk thot do kalem jetën bashk, nuk thot ku di unë qa premtime se ndajmë burë e grutë martume. Po Mateo gjithë sigurin që ka pas me dhanë, gjithë për kushtimin, gjithë dashurin ta ka dhanë dhe nuk i bi pishmanit për asë një sekundë. Puna është, Brikena, du të kthelohet me vetë se qa do. Unë ta thash se qa do, tash ti një vetën me vepru qysh dënë ti me vepru, asë nuk du me thonë ti silu qyshtë, ti një vetën me vepru qysh dënë me vepru. Unë ta thash, unë nuk ndikojnë gjana që janë thanë,